Shqipëria dhe Kosova hapin pavionin e përbashkët në Marsh 2 film në Cannes. Qendra Kombëtare e Kinematografisë në Shqipëri dhe Qendra Kinematografike e Kosovës paraqiten në tregun e filmit në Cannes në një hapësirë të përbashkët ku pjesëmarrja është një mundësi për prezantimin e krijimtarisë tonë filmike. Qendra Kombëtare e Kinematografisë është pjesë e këtij edicioni të Marsh 2 film në Cannes të Francës, tregu më i madh i kinematografisë evropiane, i cili vijon deri në 20 maj dhe pret profesionistë filmdashës nga gjithë bota së bashku me Qendrën Kinematografike të Kosovës. Janë në pavion përbashkët Kosova e Shqipëria, hapën në datën 13 maj pavionin Marsh 2 film në Cannes, ngjarja më e madhe për industrinë e filmit në botë. Kjo është themeluar në vitin 1959, mbaj çdo vit në bashkëpunim me festivalin e Cannes. Dërsa këtë vit edicioni 78 i festivalit në Cannes e qeli si parin të martën. Festivali 78 vjetor i filmit do të zhvillohet nga data 13 deri 24 maj me filma që mbajnë emra të regjisorëve të njohur.